4 maj. Një motiv I rrezikshëm. Kush I dha atij Perëndis më parë që të ketë për të marrë shpagim, sepse prej tij dhe me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha. Lavdia e tij për jetë. Romakëve 11:35-36. Kur bëhet fjalë për bindjen, mirënjohja është një motiv I rrezikshëm. Ajo tenton të shprehet në termat e Borxhliut, për shembull: shiko sa shumë ka bërë Perëndia për ty, a nuk duhet që edhe ti, I motivuar nga mirënjohja, të bësh shumë për Perëndin? Ose, Perëndi si detyrohesh për gjithçka që je dhe ke, çfarë ke bërë ti për t'ia shpërblyer atij? Personalisht kam të paktën 3 probleme me një motivim të tillë. Së pari, është e pamundur që t'ia shpaguajmë Perëndis gjithë hirin që ai na ka dhënë. Ne skemi nga t'ja nisim që ta shpaguajmë atë, sepse Romakëve 11:35-36 thotë: kush I dha atij Perëndis më parë që të ketë për të marrë shpagim? Përgjigja: askush. Sepse prej tij dhe me anë të tij dhe ndaj tij janë të gjitha. Lavdia e tij për jetë. Ne s'mund t'ia shpaguajmë atij, sepse ai tashmë është zotëruesi I gjithçkaje që kemi. Përfshir këtu edhe të gjitha përpjekjet tona. Së dyti, edhe nëse do t'ia shpaguanim gjithë hirin që na ka dhënë, I vetmi sukses do të ishte që e kemi kthyer hirin në një transakcion biznesi. Nëse mund t'ia shpaguajmë atij, nuk pas ka qenë hir. Nëse dikush përpiqet t'ju shpreh vlerësimin që ka për ju, duke ju ftuar për darkë, dhe ju në fund I thoni se do t'ju shpaguani duke I ftuar për darkë javën e ardhshme, ju po anuloni hirin e tyre dhe e ktheni në biznes. Perëndis nuk I pëlqen që hiri I tij të anulohet. Atij I pëlqen që hiri I tij të përlëvdohet. Efesianëve 1:6-12 dhe 14. Së treti, përqendrimi te mirënjohja si një motiv për t'u bindur, ka prirjen që ta shpërfillë rëndësinë thelbësore të pasurit besim në hirin e ardhshëm të Perëndis. Mirënjohja hedh vështrimin pas të hirit që ka marrë në të shkuarën dhe është falënderuese. Besimi sheh përpara drejt hirit të premtuar në të ardhmen, qoftë ajo 5 minuta apo 5 shekuj larg, dhe ndjen shpresë. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Hebrejve 11:1. Ky besim në hirin e ardhshëm është motivi për t'u bindur, që ruan cilësinë e hirshme të bindjes njerëzore. Bindja nuk konsiston në shpagimin e Perëndis, duke e kthyer kështu hirin në biznes. Bindja vjen nga besimi në Perëndin për më tepër hir të ardhshëm, dhe kështu I madhëron burimet e pafundme të dashurisë dhe të fuqisë së Perëndis. Besimi sheh drejt premtimit që thot se ai do të jetë me ty kudo që të shkosh. Josueu 1:9. Dhe niset me bindje që ta marrë në zotërim tokën e premtuar.